Zyra kombëtare e auditimit ka publikuar raportin për siguri në shkolla. Sipas raportit, vetëm 52% e nxënësve të anketuar i konsiderojnë shkollat e tyre të sigurta, ndërsa 39% i konsiderojnë pjesërisht të sigurta dhe 9% nga ta i konsiderojnë ato të pasigurta. E komuna e Gjakovës e ka perceptimin më pozitiv të sigurisë në mesin e 3 komunave të audituara, si Prishtina e Frejzaj, për periudhën e vitit 2022-2025. 71% e nxënësve e konsiderojnë shkollën vend të sigurt. Megjithatë, 16% deklarojnë se kanë qenë dëshmitar të posedimit të armëve në shkollë, ndërsa vetëm 27% thonë se aktivitetet parandaluese organizohen shpesh. 2/3 e nxënësve të anketuar në Gjakovë thonë se ndihen gjithmonë të lirë të raportojnë, kurse drejtori i shkollës është kanali kryesor i raportimit. E 10% e nxënësve shprehin drejt për drejt frikë, mosbesim në seriozitetin e trajtimit ose shqetësim për konfidencialitetin, ndërsa këshilli drejtues i shkollës ishte aktiv në 86% të shkollave të Gjakovës në Mostër. Në Gjakovë, auditimi ka përfshirë 7 shkolla, prej tyre 3 janë vizituar fizikisht dhe 5 ishin shkolla fillore të mesme të ulëta dhe 2 nga to ishin shkolla të mesme të larta.